6 muaj me vonesë të shpadur nga rektori në shkeljet e ligjit, si asnjëherë më parë, këtë martë janë zhvilluar zgjedhjet e pjesshme në Universitetin e Shkodrës. Disa njësi bazë ose departamente dhe një njësi kryesore ose fakultet zhvilluan procesin e votimit, konkretisht zgjedhjet për dekan në Fakultetin e Drejtësisë, Fakulteti Ekonomik për zgjedhjen e drejtorit të Departamentit Turizmit, Fakulteti i Shkencave e Natyrës, zgjedhje për drejtorin e qendrës kërkimore të ujrave dhe Departamenti i Fizikës, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, zgjedhje për drejtorin e Departamentit të Letërsisë dhe zgjedhje për drejtorin e Departamentit të Gjeografisë, ndërkohë nuk u zhvilluan zgjedhjet e parashikuara në Departamentin e Drejtës Publike në Fakultetin e Drejtësisë dhe Departamentin e Gjermanistikës në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Pas procesit të votimit krejtësisht korrekt dhe në zbatim të rregullorës së zgjedhjeve, në Fakultetin e Drejtësisë fitues absolut mes dy kandidatëve u shpall profesori asociuar Paulina Hoti me 95% e votave, ish zëvendës rektor në Universitetin e Shkodrës deri në mars këtij viti. Te Fakulteti Ekonomik për drejtor Departamentit të Turizmit u zgjodh me 75% e votave kandidatja vetme profesor doktor Arita Troshani, ish dekani i këtij fakulteti dhe senatore për disa mandate në këtë universitet. Te Fakulteti i Shkencave të Natyrës, drejtori i qendrës kërkimore të ujrave zgjedh u zhvilluan me një kandidat të vetëm, por nuk pati fitues. Po te ky fakultet, në Departamentin e Fizikës, fitoi kandidatja vetme Klotilda Nikaj. Në zgjedhjet e Fakultetit i Shkencave Shoqërore, drejtori i Departamentit të Letërsisë u zgjodh Arben Prendi, ndërkohë në zgjedhjet për drejtorin e Departamentit të Gjeografisë, fituese u shpall kandidatja vetme Flora Gjonaj.